Mirë se vini në episodin e 15 podcastit Majtas, një hapësirë diskutimi konstruktive mbi politikat e Majta dhe politikën shqiptare. Sot kam nderin të kem ftuar Ermal Pacaj, i cili është kandidat për deputet në qargun e Lezhës, është një karrierë gjatë, le të themi administrative, por dhe politike. Mirë se erdhe Ermal, Majtas. Mirë se gjeta disherë dhe faleminderit për ftesën. Shumë faleminderit që e pranuat ftesën. Fakt, Ermal, ju keni eksperiencë gjatë dhe politikisht, mos gabojmë mbi 20 vite që jeni në strukturat e Partisë Socialiste dhe në pjesën administrative, nivele ndryshme të qeverisjes, nivele ndryshme le të themi në qeverinë qendrore dhe vendore. Tashmë jeni një nga përfaqësuesit e rinj të Partisë Socialiste në listat për deputet. Më rrojnë në forumin socialist dhe le të themi tashmë drejt tranzicionit drejt kuvendit. Si po e përjetoni këtë rrugtim, le të themi, udhtim? Atëherë, okay, po i rrim fjalës nga këta përfaqësuesit e rinj, se nëse ta shohim si etapë, nëse e shohim si hap, patjetër që hapi i rrallës është në nivelin tjetër, i ri në nivelin tjetër, por në fakt me shumë eksperiencë në forumin rinor të Partisë Socialiste, me Partinë Socialiste, unë e para përveç se antar i Partisë Socialiste, pastaj kam nisë me sekretar në organizatën time, 714, pastaj kryetari i organizatës, pastaj sekretari i partisë në njësinë administrative Shëngjin atëherë, komuna Shëngjin ishte. Komunë, po Shëngjin. E pastaj kryetari i partisë së njësisë, e pastaj sekretari i partisë, sekretari organizativ i partisë, e pastaj kryetari i partisë, atë kryetari i freshit çik më përpara, pra i kam kaluar gjithë këto etapat një nga një, edhe kur më thonë kam idenë që diçka më shumë se 20 vjet në gjithë këtë eksperiencë. Edhe kur thon nga përfaqësuesit e rinj, më duket veti pak i vjetër për të qenë përfaqësues i ri. Por thash, si është kjo për pjesën e etapave, për hapin tjetër, patjetër që duhet ta shoh me një ta shoh si trinj. Atëherë, me të thënë të drejtën, kjo është një eksperiencë që unë e kam prit, që mos gënjej. Sa herë kishte zgjedhje, edhe ndoshta ai duke qenë i ri, duke pas ambicie, gjithmonë thosha, këtë herë apo s'dilte edhe këtë herë, këtë herë apo s'dilte edhe këtë herë. Megjithatë, duke e pa në planin se si erdhi, ka ardhur fiks në kohën e duhur, unë e ndjej veten shumë gati në fakt, për shkak edhe të eksperiencave jo vetëm politike, por në fakt edhe për shkak të eksperiencave administrative që kam pas, e më përpara eksperiencave të punës private, po unë kam një karrierë për i thuajse 6 vitesh në sektorin privat, kam punu si administrator, menaxher në biznes privat, i punësuar kam qenë në fakt, nuk është se kanë qenë bizneset e mia, edhe e ndjej veten plotësisht gati, edhe i armatos me eksperiencën që më duhet për hapin e rrallës që pres bëj. Në kuvend. Jo, normalisht edhe unë e vendosa si në fakt paradoks, pra jeni ka shumë eksperiencë në le themi strukturat socialiste, por i ri në këtë fazën e re drejt parlamentit. Dhe ndërkohë kjo fazë drejt parlamentit erdhi nëpërmjet platformës deputeti që duam, pra platformë inovative e Partisë Socialiste, ku brenda dhe jashtë strukturave mund të aplikonin. Në fakt brenda dhe jashtë vendit në këtë rast. A ndjeni ju shembull i kësaj hapje, le të themi, nëpërmjet platformës? Patjetër që po. Pra, do gënjeja po të thoja jo, sepse të kesh eksperiencë në Partinë Socialiste, do të thotë që edhe të kuptosh se si Partia Socialiste funksionon. Ne po flasim për një strukturë të mirë organizuar, e cila ecën sipas statutit të Partisë Socialiste. Edhe statuti janë rregullat. Edhe çdo rregull i Partisë Socialiste nga unë është përçafuar gjithmonë. Edhe në qoftë se e citova më përpara ndoshta në 2017 apo edhe në 2013, kur bëheshin listat, unë pretendosha, po nuk ishte dikush që më thotë shiko se ti Ermal do ta shohësh këtë historinë, këtë herë zgjolla ta them vetë këtë historinë, sepse kisha mundësinë, sepse platforma deputetit që duam ishte pikërisht dera që na u hap gjithë secilit nga ne që të thotë aspiratat e veta dhe të tregoj se është i gatshëm për këtë pjesë. Dhe patjetër që aplikova, kam aplikuar padyshim dhe e kam pas si një super opsion që më jepet, një super mundësi që më jepet. Dhe unë e përqafova dhe patjetër që nuk e them do të ndryshe se veç faktit se po patjetër eksperienca, patjetër puna, patjetër gjithçka tjetër, por platforma deputetit që duam ishte pikërisht ajo dera që pritshim të hapi, që u hap, hym brenda dhe ja ku jemi. Përse përket tashmë përfaqësimit tuaj në Lezhë, le themi listat e mbyllura
99% automatikisht jeni dhe deputet i nesërm në parlamentin 2025-s. Ju keni shërbyer në disa nivele legjës, së vendës kryetar, keni qenë dhe drejtori i portit të Shëngjinit, le të themi, disa vite më parë, por cilat janë nevojat më urgjente dhe si do të siguroni që këto nevoja lokale të përkthejnë agjendën kombëtare të zhvillimit të Shqipërisë? Shire, të them të drejtën, ajo që besoj më shumë është një harmoni mes pushtetit vendor dhe pushtetit qendror për të çuar punët përpara, dhe shembullin më tipik në fakt unë kam Lezhë. Pra, koordinimi i punëve nga një kryetar i zoti dhe kërkesat që i bën një kryeministrit që do vendin, shkojmë në produktin e asaj që ne kemi sot në Lezhë. Pra, kemi, nuk po themi vetëm për atë çka ka bërë pushteti vendor, por konkretisht po themi për atë çka, për vëmendjen që ka pas pushteti qendror në Lezhë. Asnjëherë nuk i ka mungu, edhe ku të them me kompetencë plot, asnjëherë nuk ka mungu vëmendja në 12 vitet e fundit paktën qeverisë në Lezhë. Por ama nuk ka pas projekte, mbi tavolinë për të financuar. Nuk ka pas kërkesë të arsyeshme për të financuar. Kurse sot nga qeveria shqiptare në Lezhë kemi shumë kilometra rrugë të ndërtuara nga qeveria, nuk po i hy për një moment pjesës së pushtetit vendor. Ujësillsa, nuk po them, kemi kanë delojrash, kemi shkolla, kemi shtëpinë e fishtës që sapo prezantuam dje, dhe ka qenë një projekt shumë i kërkuar. Nuk po them patjetër, fishta është identiteti i Lezhës, kështu që patjetër që po. Dhe Xhirastin, ta falenderoj patjetër, sepse është shumë për ne. Edhe subvencionimet në që jepen bujësia shumë e rëndësishme te ne. Pjesa tjetër, fondet që janë bërë për që janë dhënë po nga qeveria për hapjen e kanaleve kulluese, kanalet vaditse, pra që kemi pas, mos gaboj, investimi i fundit ka qenë për kanalin Kotër-Rabosht, një kanal me një gjatësi 8-9 kilometra, i cili ka shërbyer shumë asaj zone, se në fakt është fusha e Zadrimës, është në potencialet më të mëdha kombëtare që ne kemi në fushën e bujqësisë. Pra, që të kthejmë përsëri konkretisht tek pyetja, një kryetar bashkie i përgjegjshëm dhe i zoti, bashkë me një deputet që i bëhet krah, si ur lidhëse ndoshta, bashkë me një qeveri e cila është e vëmendshme kashizonës, kjo është formula, nuk është se ka diçka tjetër. E kuptoj. Fakt, edhe po diskutonim dhe bashkë më përpara për sa i përket që Lezhë është bërë dhe pol zhvillimi për agroturizmin. Këtë fakt, pra këtu mund përmendim disa agroturizëm shumë suksesshëm që më pas janë, e themi, shpërhapur në gjithë Shqipërinë, po Gjeneza ka qenë pol zhvillimi. Lezhë është indicia. Lezhë ka filluar gjaja. Lezhë ka filluar gjaja. Është Gjeneza. Ju përmendet karrierën në sektor privat, sektorin publik, politike. Po tani si mendoni që duhet shërbej gjithë kjo karrierë aty në parlament, duke jo vetëm rolin ligjbërës të bërjes ligjeve në parlament, le të themi, ose funksionin legjislativ që ka parlamenti ose përfaqësues për zonën tuaj, por edhe rolin mbikëqyrjes qeverisjes në fakt. Kjo është dhe roli, për mendimin tim, më primar i parlamentit. Pra çfarë zëri do jeni brenda Partisë Socialiste në parlament? Si e shikoni veten? Atëherë, unë e citova, shive, ne hasemi shpesh me këtë që po mirë më vllati kërkon. Po a din çka kërkon? Okej? Edhe kthehemi pastaj te Ermalit dhe eksperjenca e Ermalit. Unë po sektorin privat kam punuar dhe drejtori i fundit të shkrimeve shtetësore. Po vërtet. Kam punuar në Ministrinë e Infrastrukturës, Ministrinë e Infrastrukturës, drejtori i portit të Shëngjinit, po ashtu në Ministrinë e Drejtësisë, drejtori i përgjithshëm i shërbimit provës. Pra, unë kam idenë se të gjitha këto më japin jo vetëm eksperiencën për të ditë çfarë më kërku, por nesër do të jem edhe përballë disa situatave të tjera ndoshta për të cilën nuk është çështja se nuk mund të jem gati, por ama që duan gjithë atë opinionin apo duan gjithë atë analizën që nesër të bësh krah apo zëri, por në fakt gjithmonë nisin investimet, nuk është gjithmonë që janë vetëm investimet, ka shumë gjëra tjera të cilat Lezhë ka nevojë për zërin parlament, nuk i ka munguar asnjëherë zërin parlament, që është e vërteta, por koordinimi i punëve atje dhe kërkesat për Lezhën, unë besoj se do të jem i duhuri për ta bërë
atë punë që qytetarët e Lezhës presin nga një deputet. Jo vetëm për shkakun e eksperiencës, por edhe për shkakun e lidhjes që unë kam me Lezhën. Unë jam lidhur në Lezhë, jetoj në Lezhë, jam rritur në Lezhë, punuar dashuruar në Lezhë, keni shtëpi. Ja kam parë, e kam dëgjuar podcastin. Unë jam përpara se të jem antar i Partisë Socialiste, apo përpara se të jem drejtues, apo përpara se të jem deputet, unë jam qytetar i Lezhës mbi gjitha. Tani, përsa i përket të ardhmes vetë Partisë Socialiste, përsa i përket gjithë këtij rienergjizimi, si mund ta quaj, rinovimit listave, mos gabojmë, mbi 25% listave kanë qenë figura të reja ose figura me eksperiencë si ju, por figura të reja në listën e Partisë Socialiste. Çfarë mendoni si do të jetë, le të themi, kjo sinergji midis personave me eksperiencë dhe personave të rinj në listë, dhe çfarë duhet bëj Partia Socialiste ndoshta për nxitur akoma më tepër të rinjt? Apo jemi në balancën e duhur për sa i përket figurave të reja të përfaqësuara? Atëherë, a jemi në balancën e duhur është një diskutim tjetër që mund ta trajtojmë ndryshe, por a kemi qenë ndonjëherë në këto kushte dhe në këtë nivel përfaqësimi të rinjt, këtë mund ta diskutojmë. Okay. Pra, asnjëherë më mirë nuk kemi qenë. Themi drejtën. Edhe flas me kompetencë plot se nuk është vetëm çështja e ndërthurjes së eksperiencave, por është edhe eksperienca e përfaqësimit. Sot në qarkun e Lezhës kemi listën ndoshta, e them pa rezervë, ndoshta ndër listat më të mira që ne kemi pas atje, nëse e shohim në aspektin e përfaqësimit. Pra, kemi kandidatet e listës hapur, të cilët janë edhe ekspert në fushat e tyre, nëse pa them ekspert përfaqësues të fushave, të shkolluar, përfaqësues të komuniteteve në fakt, atë që përfaqësojnë dhe të përgatitur dhe janë ku larg me alternativën që kanë përballë në listën e hapur të partive të tjera, thuajse për gjitha partitë e tjera. Pra edhe ata të tjerat që kanë menduar ose mendojnë se kanë futur risi në listat e tyre të përfaqësimit, janë ku larg në fakt me potencialet që ne kemi si përfaqësues në listën e hapur të Partisë Socialiste. Patjetër pastaj edhe drejtuesi politik i qarkut është kapiteni i skuadrës, eksperjenca e listës. Unë çfarë them unë për Ulsimanen, po thashun për Ulsimanen, pastaj do thonë Ulsimania është një shkollë në vete politike, në fakt një eksperiencë jashtëzakonshme. Edhe bashkëpunimi që ne kemi ndërkohë është një garanci e jashtëzakonshme për suksesin e rrallës, sepse në Lezhë Partia Socialiste nga zgjedhja në zgjedhje nuk ka një vot minus. Okay. Pra është plus, dhe këtë herë do të vazhdojë një trend. Kuptoj. Tash do kalojmë në një rubrikë që është pak më pyetje të shpejta, por më merrni edhe kohën tuaj, them drejtën. Ju jeni në listën e mbyllur, po tashmë lista e mbyllur ka edhe atë, le të themi, sfidën e legjitimitetin vetvete, pasi nëse jeni në listë hapur, keni edhe një farë numri që ju vendoset në fund. Tani, është sfidë vetvete lista mbyllur, çfarë avantazhe dizavantazhe, pak në perspektivën të tuaj. Në planin personal, të kesh një rrugtim, edhe një eksperiencë, edhe të përgatitesh për një gjë, për ditën që ti do kandidosh për deputet, edhe pastaj ditën që vendoset kjo histori, ndron kodi zgjedhor, edhe ti vësh me një tjetër, patjetër që është sfidë. Edhe për çfarë isha përgatit, edhe për çfarë ndel. A ke parasysh? Por patjetër që përgjegjësitë janë edhe më të mëdha në këto kushte. Pra ne po flasim për një strukturë partie që funksionon, e cila duhet të organizohet. Pra edhe fiks në këtë kohë unë më shumë se me asgjë në fakt, po merrem me ecjen përpara të gjithë programit, të cilëve për detyrat që na kanë lënë drejtuesit politik atje, dhe Partia Socialiste thesi i votave është të struktura e Partisë Socialiste, është të socialistët e thjeshtë, është të antarët e Partisë Socialiste. Dhe me këto do marrin fitoren. Edhe organizimi i strukturës në fakt sot është edhe objektivi i kryesor me gjëja që po merren normalisht, pa lënë me një anë gjithë mundësitë e tjera për të bërë atë që duhet për të arritur fitoren e Partisë Socialiste. Ermal, ju keni eksperiencë dhe me të rinjt, domethënë që nga koha e freshit, por besoj që e dini, të paktën unë ndaj mendimin që jemi në një botë ku rinia sa vjen e bëhet më skeptike ndaj politikës. Jo vetëm në nivel lokal, kombëtar, por në nivel ndërkombëtar, domethënë. Po tani është mungesë interesi apo mungesë hapësire në këtë rast? Përse i përket?
politikës tonë. Po su morre ti me politikë, do merret politika me ty, kjo është e vjetër sa bota, po hapësiri herë nuk është. Hapësiri nuk është. Pastaj kalojmë ke pjesa e interesit. Normalisht këtë gjë shikoj si unë për vete gjithmonë e kam pas objektiv edhe qef, e kam pas si paralelisht me të tjerat, paralelisht me shkollën, paralelisht me punën, gjithmonë e kam gjetë kohën për t'ia dedikuar pasionit. Pra kjo ka qenë pjesë e pasioneve. Patjetër se unë nuk jam vetëm, pra unë kam vite te Partia Socialiste, por nuk kam qenë vetëm, kam shumë shokë që ne rrugtojmë akoma në Partinë Socialiste, shokë dhe shoqe që rrugtojmë akoma në Partinë Socialiste, pavarësisht se unë po kandidoj për deputet, për kontribute dhe atyre është sa imi. Pra, ne kemi qenë një brez ashtu sikur ka sot një brez tjetër, ashtu sikur ka në gjithë Shqipëri nuk e diskutoj fare, të cilët e kanë interesin për politikën, kanë ambicje për politikën, edhe por nuk e themi dot për gjithë tash se të rinjt duhet. Normalisht. Pra, ka mjaftueshëm në momentin që deputetët që dua mu hap si platformë, në momentin që kishe mundësi për të aplikuar, të rinjt që aplikuan te platformat ndoshta ti e di më mirë se unë, por ka qenë i panumërt. Pra unë kam marrë vesh në çarkun e Lezhës ka pas shumë aplikime nga trinj që në fakt unë nuk i kam njoft, por kanë vini jashtë strukturave. Patjetër që po. Dhe kjo bën të kuptoj që mundësitë i kaluam janë që në fillim, por ama dhe interesi është. Tash gjithë trinjt do merren me politikë, as do bën futbollista gjithë, as do merren me media gjithë. Në vërtet, kemi ndarje specializim ndarje pune. Dakord jam me ju përse i përket pjesës hapësirës të drejtën, sidomos vitet e fundit. Domethënë Partia Socialiste po shikoj një hapje edhe akademia politike, në fakt ku unë kam bërë pjesë. Platforma deputeti që duam gjithë to platformat e reja, po. Por u hap akademia politike. A di çfarë mendova unë? Si më hapën tash? Ku ishim ne? Po se kur ishim ne s'kishte akademi politike. Kur ishim ne se forumi rinor atëherë afeksioni, atraksioni është mbushim autobusin, hajde në Tiranë se kemi bashim takime, po jo asnjëherë në këtë formë. Pra, forma, infrastruktura, në fakt që Partia Socialiste ju ka dhënë trinjve sot hapësira që ju ka dhënë është fantastike, ne si kemi pas këto. Se po them edhe tash unë si baba jam që unë shkosha në kam, ne si kemi pas. Me erdhi koha edhe mu për të thënë ne si kemi pas këto. Po në fakt sot është them drejtën e admiroj edhe kam ndjej çik xhelozi për. Them drejtën. Jo në fakt tani që po flasin paradoksalisht, në fakt dhe këtu ku jemi që po flasin është hapësirë e re, diskutimi i hapur, pra po flasin 2 trinj. Fakt. Ja. Jo, 2 trinj po flasin. Në rregull pra ja. Po flasin për politikat e Partisë Socialiste. Tani duke folur prapë për këto të rinj, për deputetët të rinj, mendoni që duke qenë deputet të rinj, le të themi në vetvete, kanë dhe një farë zëri kritik ose jo rebelim, s'duhet ta quaj rebelim apo dhe në vazhdimit të njëjtës linjë. Si duhet jetë kjo marrëdhënie midis deputetëve të rinj, le të themi? Shive, një ndërthurje mes eksperiencës edhe asaj që ai karakterizon të rinjt patjetër që do jetë. Normalisht që trinjt janë zgjedhur për të qenë vetja, duke qenë vetja patjetër që diçka ndryshe, një zë ndryshe do jetë. A kemi ne politika që i mendojmë ndryshe? Patjetër që kemi politika që i mendojmë ndryshe. A kemi menduar ndryshe? Ne kemi pas disa raste, disa udhëzime në kohë fushate që në Lezhë na vinin nga baza që 1, 2, 3, 4, 5 direktiva, të cilat në fakt edhe si kemi zbatuar për raste sepse se kam menduar sepse duhen që të përditësohen me problematikat që ka Lezhë. Edhe kjo ka ndodhur. Ne kemi bërë siç ka ndodhur si ka ndodhur thuajse në gjitha strukturat e partisë. Okej, ky është një mendim ndryshe edhe një veprim ndryshe. Atëherë është parlamenti është Kuvendi i Shqipërisë është pikërisht vendi i cili duhet japim normalisht duke brenda kontureve dhe diskutimeve. Nga që ka kritikë, duhet jetë konstruktive, duhet jetë bazuar në argumente, në fakte, për ta përmirësuar, ndryshuar gjën. Pasi thonë se ju mendoj që një nga le të themi arsyet më kryesore pse duhet i futesh politikës është për të parë ndryshon dot më për mirë gjëra, jo thjesht diçka që mendoj të zez, unë do i them e zez, e diçkaja që do jetë e bardhë, unë do i them e bardhë. Edhe kjo nuk është diçka që të vjen as nga partia, as nga shoqëria, është e brendshme se vlerat e parimet që je formsuar si person. Unë mendoj se kështu do të jetë. Mesazhi juaj i parë në parlament Ermal, kush do të jetë? Ose
tema e mesazhit, tematika. Keni menduar apo është ende herët? Shive, të them drejtën duke nisë nga eksperienca e punës, unë patjetër që kam disa gjëra që mendoj që duhet të insistoj që të bëhem pjesë e diçkaje që duhet rregullu. Edhe nuk e di fiksa është parlamenti, do të shkoj aty te parlamenti ta them këtë gjë, apo pastaj do jenë komisionet apo do të jenë këto tjera që do të themi. Mirë, në sensin që fjalimi juaj i parë, le të themi, siç është fjalimi që ka një përfaqësues i deputat. Fjalimi i parë do jetë unë dua lezhën. I love lezha. Figurë politike mund të jetë brenda vendit jashtë vendit që u frymëzon se ju ka frymëzuar ndër vite. Them drejtën, po. Mund të jetë figurë publike, jo politike, domethënë. Unë kam idolizuar Robespierre-in, them drejtën. Ka qenë figura që më ka tërheq gjithmonë performance se si e grehi mas vetet pushtetin, edhe po jo për pjesën se si përfundoi, por ai më ka frymëzu për të idolizuar një politikan. Për pjesën tjetër nuk është se kam dikë tjetër them që frymëzohem nga ky apo marr nga ky, nuk është se kam dikë. Okej, Ermal, shumë faleminderit që ishit majtas, shumë suksese me fushatën, çdo gjë që keni. Faleminderit shumë.